Është mbyllur edhe në KZZ numër 5 procesi numërimit të votave për kandidatët, një proces i cili ka zgjatur prej ditës së djeshme në orën 1 të drekës dhe deri në orën 4 të mesnatës. Tashmë pas disa orësh kemi edhe rezultatet përfundimtare të kandidatëve, ku tek Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore kryeson me më shumë vota kandidati Bars Pahia, 1372, më pas kemi kandidatin Tedi Kopliku me 1181 dhe më pas vjen Ndo Cashta me 696 vota. Më pas vjojmë tek Partia Socialiste ku kryeson kandidatja Edona Bilali me 1196 vota. Kandidati më pas vjen Besmir Lesha 668 vota dhe i treti është Këlqim Sterkaj me 550 vota. Vjojmë tek Partia Social-Demokrate ku më shumë vota ka kandidati Gjulian Marku me 183, më pas është kandidati Gledis Qeliku me 128 vota dhe më pas në fund vjen edhe Besnik Brahimi me 138 vota. Ka qenë një proces i qetë në fakt ku fatmirësisht nuk është se ka patur incidente apo problematika të raportuara. Ne kemi qenë gjatë gjithë kohës me ju për të përcjellur informacionet e fundit në kohë reale dhe sa i përket rezultateve të fundit të kandidateve të subjekteve kryesore në qytetin e Shkodrës. Për Star Plus, Saida Çopaj.